Gjithçka nisi me një bilet avioni të prerë me dëshirën e thjesht për të shkëputur nga bota. Amina, një grua e suksesshme nga Nairobi, e cila kishte kaluar vite duke ndërtuar perandorinë e saj të biznesit, kishte zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e saj të pushimeve. Ajo kërkonte diçka ndryshe nga resortet e zakonshme të Evropës. Kërkonte një vend me shpirt, ku malet putheshin me detin dhe ku koha rrithte më ngadalë. Erdhi si një turiste e thjesht, me valigjet plot me rroba verore dhe aparatin fotografik gati për të kapur bukuritë e Ballkanit. Pa e ditur se po vinte drejt takimit me fatin e saj më të madh. Ishte agimi i 5 i pushimeve të saj në Tiranë. Amina po shionte lirinë e të mos pasurit një orar, një luks që puna e saj në Afrikë s'ja lejonte kurrë. Ajo kishte dalë nga hoteli me mendimin për të parë zgjimin e qytetit përpara se të nisej për një udhëtim ditor drejt Beratit. Ajri ishte i mbarsur me atë freskinë e herët që të ftonte ecësh pafund. Tirana po fillonte të fërkonte syt, ndërsa Amina humbi qëllimisht në rrugica që të nxirrnin jashtë qendrës së zhurmshme, aty ku jeta ishte më e vërtetë dhe më e zhveshur. Ndërsa po kalonte pra një rrugë që dukej se harrohej nga koha, një rënkim i mbytur e ndaloi në vend. Amina u ndal e palëkundur, me veshët e stërvitur nga heshtjet e savanës afrikane. Nuk ishte zhurmë qyteti. Ishte një tingull që vinte nga thellësia e dhimbjes njerëzore. Ajo u afrua drejt një muri të vjetër rrethues, ku mbeturinat e lëna pas dore krijonin hije të frikshme në dritën e zbehtë të mëngjesit. Atëherë pa, një kuti kartoni e thjesht e lëm pra një kosh mbeturinash, e mbuluar me një batanie që dikur duhet të kishte qenë e bardhë. Kur Amina u ul në gjunjë, harroi fustanin e saj të shtrenjtë dhe statusin e saj si një vizitore e huaj. Me duar që i dridheshin, ajo zbuloi cepin e batanijes dhe mbeti pa frymë. Aty, të braktisur si të ishin objekte pa vlerë, ishin 2 bebe të porsalindura. Binjak. Lëkura e tyre ishte aq e brish sa dukej transparente në dritën e parë të diellit, dhe buzët e tyre të vogla ishin nxirr paksa nga i ftohti i natës. Nuk kishte asnjë letër lamtumire, asnjë shenjë pendese. Vetëm pafajësia e tyre që po shuhej ngadalë në atë rrugicë të ftohtë. Në atë moment, plani për të vizituar muzet, udhëtime drejt plazheve të jugut dhe biletat e kthimit për në Kenia u fshin nga mendja e saj sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Amina ndjeu një val mbrojtjeje që nuk e kishte njohur më parë. Ajo hoqi shallin e saj të madh prej mendafshi afrikan, të cilin e mbante mbi supe, dhe i mbështolli të 2 foshnjat me një lëvizje aq të butë sa dukej sikur po prekte shpirtrat e tyre. I ngriti në krah, duke i shtrënguar pas gjoksit të saj, dhe për herë të parë, ajo nuk u ndje më si një turiste në një vend të huaj. Në atë rrugë të Tiranës, Amina e kuptoi se pushimet e saj kishin mbaruar, por jeta e saj e vërtet sapo kishte filluar. Ajo nuk po mbante thjesht 2 foshnja, po mbante të ardhmen e saj. Lotët e saj të ngrohtë mbi faqet e bebes së vogël shqiptare, duke vulosur një premtim që asnjë ligj apo distancë nuk do ta thyente dot. Ata nuk do të ishin kurrë më vetëm. Kur Amina mbërriti në dyert e spitalit, me 2 foshnjat e shtrënguara pas gjoksit dhe shallin e saj afrikan të lagur nga lotët dhe vesa, stafi mjekësor mbeti i shtangu. Një grua me pamje fisnike, e veshur me rroba pushimesh, që mbante në krah 2 fëmijë shqiptar të braktisur. Ishte një skenë që Tirana nuk e kishte parë kurrë. Brenda pak minutash, qetësia e spitalit u thye nga zhurma e sirenave të policisë dhe vrapi i infermierëve. Fëmijët u morën me nxitim drejt repartit të terapisë intensive. Amina mbeti në korridor, me duart ende të mbledhura sikur po mbante peshën e tyre, ndërsa vështrimi i saj ndiqte çdo lëvizje pas xhamave të ftohtë. Aty filloi makthi i saj i parë, burokracia. Policia filloi pyetjet. Kush jeni ju? Pse ishit në atë rrugë? Ku është pasaporta juaj? Amina, e lodhur dhe e tronditur, u përgjigjej përmes një përkthyesi vullnetar, duke përsëritur të njëjtën fjali. Unë i gjeta, por tani ata janë të mit. Zyrtarët shkëmbenin vështrime dyshuese. Për ta, ajo ishte një turiste që duhet të jepte dëshminë dhe të largohej drejt hotelit të saj. Por Amina nuk lëvizte. Ajo fjeti mbi karriget e forta të pritjes, duke refuzuar çdo vakt, me sytë e fiksuar te dera ku binjakët po luftonin për jetën. Kur erdhi përfaqësuesi i shërbimit social, goditja ishte edhe më e rëndë. Zonje, i tha me një zë të ftohtë profesional, këta fëmijë janë shtetas shqiptar. Ata do të kalojnë në mbrojtjen e shtetit. Ju jeni një vizitore. Ju nuk keni asnjë të drejtë mbi ta. Ato fjali ishin si thika për Aminën. Ajo e dinte se nëse i linte në duart e sistemit, mund të mos i shihte kurrë më. Ajo u ngrit në këmbë me një dinjite që i la të gjithë pa fjalë dhe nxori telefonin e saj.
Nisi të telefononte avokatët më të mirë në Kenia dhe kërkoi kontaktet e zyrave ligjore më të fuqishme në Shqipëri. Nuk erdha këtu për të parë se si vdes shpresa, u tha ajo zyrtarëve. Erdha për pushime, por po qëndroj për të luftuar. Këta fëmijë u braktisën nga bota, por nuk do të braktisen nga unë. Javët që pasuan ishin një betejë mes zemrës së saj dhe letrave të pafundme. Duheshin vërtetime të ardhurash, dëshmi penaliteti nga Nairobi, kontrolle shëndetësore dhe mbi të gjitha, duhej thyer para gjykimi. Si mundet një grua afrikane vetëm të rrisë 2 fëmijë shqiptar në një vend që as nuk e njeh? Amina nisi të vizitonte spitalin çdo ditë, duke u sjell binjakëve qumshtin më të mirë, rrobat më të buta dhe duke u kënduar në zë përmes inkubatorit. Ajo nuk po luftonte vetëm me shtetin, po luftonte me kohën. Çdo ditë që kalonte, ajo e ndjente se rënjet e saj po zhyteshin më thellë në tokën shqiptare. Pushimet e saj kishin mbaruar zyrtarisht, biletat e kthimit ishin djegur, dhe Amina ishte tani një ushtare në frontin e dashurisë, e gatshme të sfidonte çdo ligj njerëzor për të bërë nëna e 2 shpirtrave që rruga i kishte hedhur në krahët e saj. Ditët në spitalin e Tiranës u kthyen në një lloj amnezie kohore për Aminën. Ajo nuk i numëronte më orët me sahat, por me oraret e ushqyerjes së binjakëve dhe me ndërimet e veshura të infermierëve. Hoteli i saj luksoz në qendër të qytetit kishte mbetur vetëm një vend ku ajo shkonte për t'u larë shpejt, ndërsa shtëpia e saj e vërtet ishte bërë ajo karrige e fortë plastike në katin e dytë të maternitetit. Përplasja e parë e madhe erdhi kur drejtori i institucionit të shërbimit social, një burr me syze të trasha dhe një ton zëri që nuk njihte emocion, e thiri në zyrë. Mbi tavolinën e tij ishte një dosje trash ku shkruhej: Rasti R402 binjakët e gjetur. Zonje, nisi ai duke rregulluar kravatën, duhet të jemi realist. Ju jeni një shtetase e huaj, këtu me një vizë turistike që skadon pas pak javësh. Ju nuk keni asnjë lidhje me këtë vend, as me gjuhën, as me kulturën. Ligji shqiptar parashikon që këta fëmijë të dërgohen në jetimore derisa të gjendet një familje vendase. Ju lutem, kthehuni në pushimet tuaja dhe lëreni shtetin të bëj punën e vet. Amina e dëgjoi deri në fund, pa e ndërprer. Ajo ndjeu një nxehtësi që i rritej nga stomaku drejt fytit, por nuk bërtiti. Përkundrazi, ul më drejt, i mbështeti duart mbi tavolinën e tij, dhe e pa drejtë në sy me atë vështrimin e pathyeshëm të grave që kanë sfiduar shkrettira. Zotëri, tha ajo me një zë të ulët që dridhej nga pesha e vendosmërisë. Ju shihni rastin R402. Unë shoh 2 jetë që i gjeta duke vdekur në rrugët tuaja. Unë nuk jam këtu për pushime. Unë jam këtu sepse fati më zgjodhi mua për të bërë mbrojtësi atyre kur asnjë prej jush nuk ishte aty. Nëse ligji juaj thot se ata duhet të rriten pa nën vetëm sepse unë kam një pasaport tjetër, atëherë ligji juaj është i sëmurë. Dhe unë nuk do të largohem derisa ky ligj të përkulet para drejtësisë së zemrës. Ajo doli nga zyra pa pritur përgjigje, por lufta sapo kishte filluar. Amina punsoi 2 nga avokatët më të njohur të Tiranës, duke u paguar shumë të majme që të gjenin çdo hapësirë ligjore. Ajo nisi të mblidhte dokumente nga Kenia, vërtetime bankare që tregonin pasurinë e saj të konsiderueshme, raporte karakteri nga kisha dhe komuniteti i saj në Nairobi, dhe dëshmi mjekësore që vërtetonin se ajo ishte në gjendje të shkëlqyer për të kujdesur për ta. Por armiku më i madh nuk ishin letrat, ishte paragjykimi. Njerëzit në korridore pëshpëritnin. Disa infermiere shikonin me admirim, por të tjerë ngrinin supet. Pse kjo grua e huaj do 2 fëmijë tanët? Çfarë fshihet pas kësaj? Amina i ndjente këto goditje të heshtura, por ajo kishte një armë që askush nuk mund ta mposhte. Çdo natë kur dritat e spitalit uleshin, ajo ulej pranë inkubatorëve. Ajo u tregonte fëmijëve për malet e Kenias, për elefantët që ecnin me hapa të rëndë dhe për diellin që diqte savanën. U tregonte se si bota ishte e madhe, por se ata do të ishin gjithmonë të sigurt në krahët e saj. Një natë, binjaku djalë pati një krizë me frymëmarrjen. Amina u hodh mbi këmbë përpara se pajisjet të nisin të sinjalizonin. Ajo e kapi dorën e infermieres që po nxitonte dhe i tha: "Nuk ka nevojë për makina, ai ka nevojë për mua." Ajo nisi të këndonte një këngë të vjetër që ja kishte kënduar gjyshja e saj, një tingull ritmik dhe shërues. Për çudinë e të gjithëve, rrahjet e zemrës së foshnjës u stabilizuan. Atë natë, stafi i spitalit e kuptoi. Kjo grua nuk ishte një turiste. Ajo ishte një forcë e natyrës që nuk do t'i linte ata fëmijë të iknin, edhe sikur t'i duhej të luftonte me gjithë botën. Burokracia filloi të plasaritej nën presionin e dashurisë së saj të pastër.
Por Amina e dinte se kjo ishte vetëm fitoria e parë në një rrugë të gjatë që do t'i kërkonte asaj të linte pas gjithë jetën e saj të vjetër për të ndërtuar një të re, këtu në tokën e shqiponjave. Pas muajsh të tërë pritje në korridore dhe seancash gjyqësore që dukeshin se nuk do të mbaronin kurrë, erdhi dita e madhe. Gjykata e Tiranës ishte mbushur me një heshtje të rëndë. Amina qëndronte në bankën e parë, e veshur me një fustan solemn, me flokët e mbledhur lart dhe me një dinjite që detyronte çdo atë sallë ta respektonte. Në krahun e saj qëndronin avokatët, por sytë e saj ishin fiksuar te gjyqtari, një burr i moshuar që kishte parë me mira raste. Por asnjëherë një grua që kishte lënë gjithë lulezimin e Afrikës për 2 foshnja të braktisura në një rrugicë shqiptare. Kur gjyqtari lexoi vendimin, zëri i tij u shëtiu në sallë. Duke marrë parasysh interesin më të lartë të fëmijëve dhe provat e pakontestueshme të përkushtimit të zonjës Amina, gjykata vendos miratimin e birësimit. Amina nuk bërtiti. Ajo thjesht mbylli sytë dhe la që 2 pika loti të rëndonin mbi faqet e saj. Në atë moment bota u ndal. Ajo nuk ishte më një huaj që po merrte diçka nga ky vend. Ajo ishte një nënë që po merrte pjesën e saj të shpirtit. Dalja nga spitali me binjakët në krah ishte një skenë që do të mbetej gjatë në memorien e stafit mjekësor. Ajo nuk doli me taksi drejt hotelit. Ajo doli drejt një jete të re. Amina kishte marrë me qira një shtëpi të vogël por të ngrohtë, me një kopsh që mbante erë trëndafila dhe borzilok. Në momentin që shkeli pragun e asaj shtëpie me 2 fëmijët, ajo bëri diçka që i habiti fqinjët. U ul dhe puthi tokën. Ishte një gjest mirënjohjeje për tokën që i dha jetë fëmijëve të saj, dhe që tani po i jepte asaj një qëllim të ri. Por sfida e vërtet filloi aty. Amina kuptoi se që fëmijët e saj të rriteshin të lumtur. Ata duhet ta ndjenin se nëna e tyre ishte pjesë e këtij vendi. Ajo filloi të mësonte shqip me një vullnet të jashtëzakonshëm. Çdo mbrëmje, pasi binjakët flinin, ajo ulej me libra dhe fletore, duke përsëritur lakimet e vështira të gjuhës shqipe. Mami ju do, ishte fjalia e parë që u përshpëriti atyre në gjuhën e tyre amtare. Ajo nisi të frekuentonte tregun e lagjes, duke bler produkte vendase dhe duke biseduar me shitset e moshuara. Fillimisht ato e shikonin me dyshim, por kur shihnin se si ajo i mbante fëmijët, se si u fliste atyre shqip me atë theksin e saj të ëmbël afrikan, muret filluan të rrëzoheshin. Gratë e lagjes filluan t'i sillnin pite të ngrohta dhe t'i tregonin sekretet e rritjes së fëmijëve sipas traditës. Lidhja e tyre u bë e pathyeshme. Amina nuk ishte më afrikanja, ajo ishte nëna e binjakëve. Ajo nisi të kuptonte se dashuria nuk kishte nevojë për përkthyes. Kur djali, të cilin e pagëzoi me emrin Dardan, dhe vajza që e quajti Lule, filluan të thoshin fjalët e para, ato fjalë ishin në shqip. Dhe sa herë që ata e thërrisnin nën, Amina ndjente se gjithë pasuria që kishte lënë pas në Kenia nuk vlente sa ajo rrokje e vetme. Shtëpia e tyre u kthye në një udhëkryq kulturash. Amina gatuante ugali afrikan, por në tavolinë kishte gjithmonë djath dhe ullin shqiptar. Ajo u tregonte përralla për luanët e savanës, por u mësonte edhe këngët e bukura të djepit që kishte dëgjuar në Tiranë. Në atë shtëpi ngjyra e lëkurës nuk kishte rëndësi. E rëndësishme ishte ngjyra e shpirtit, dhe shpirti i tyre ishte i veshur me dashurinë më të pastër që mund të ekzistojë. Amina qëndronte në balkonin e shtëpisë së saj të re në Tiranë, duke parë perëndimin e diellit mbi malin e Dajtit. Ishte një pamje e bukur, por mendja e saj fluturonte mijëra kilometra larg, te rrugët e zhurmshme të Nairobit, te biznesi i saj lulëzuar i eksportit që e kishte ndërtuar me gjakë djers për 15 vjet, dhe te shtëpia e saj e madhe me kopshte egzotike. Viza e saj si turiste nuk ekzistonte më. Ajo tani ishte në proces për leje qëndrimi të përhershme, por bota e saj e vjetër po e thërriste. Familjarët nga Kenia e telefononin çdo ditë. Amina u çmende. Ke lënë pasurinë tënde për 2 fëmijë të huaj. Kthehu, sille fëmijët këtu nëse do, por mos e shkatëro jetën tënde. Por Amina e dinte atë që ata nuk e kuptonin. Ajo shihte binjakët tek luani në tapetin e dhomës së ndenjes, dhe e dinte se shkëputja e tyre nga Shqipëria do të ishte një tjetër braktisje. Ata ja partonin këtij dielli, kësaj gjuhe që po fillonin ta thithnin si sfungjer. Me një vendosmëri që vetëm një nën mund ta ketë, ajo mori vendimin më të vështirë. Do të shiste gjithçka. Ajo fluturoi për një javë drejt Nairobit, vetëm për të mbyllur kapitujt e jetës së saj të vjetër. Ishte një javë raskapitëse. Ajo ul në zyrën e saj të dikurshme dhe nënshkroi dokumentet për shitjen e kompanisë. Shiti shtëpinë, makinat, madje edhe bizhuteritë që nuk i duheshin më.
Miqtë e saj e shikonin sikur të kishte humbur mendjen. Por Amina kishte një dritë në sy që asnjë pasuri nuk ja kishte dhënë kurrë. Nuk po shes jetën time, u tha ajo kolegëve të habitur. Po blej lirinë dhe të ardhmen e 2 fëmijëve që kanë vetëm mua në këtë botë. Kur u kthye në Tiranë, ajo nuk u kthye më si një turiste e pasur, por si një investitore dhe si një qytetare që kishte djegur urat pas vetes. Me paratë e fituara, ajo nuk bleu luks. Ajo bleu një tokë të vogël në periferi dhe filloi të ndërtonte një fermë të vogël organike, duke kombinuar teknikat afrikane të rritjes së bimëve me tokën pjellore shqiptare. Ajo hoqi dorë nga takat e larta dhe veshjet e shtrenjta për t'u veshur me rrobat e thjeshta të punës. Duart e saj, që dikur mbanin stilolapsa të Florin, tani mbanin lopatën dhe u jepnin gjithë fëmijëve. Kjo sakrificë nuk ishte vetëm financiare. Ishte një zhveshje nga egoja. Amina po i tregonte Shqipërisë se ajo nuk kishte ardhur për të marrë, por për të dhënë. Fqinjet e pan këtë grua që punonte nga mëngjesi në darkë, që kujdesej për 2 fëmijë të tyre me një dashuri që nuk e shihnin as të nënat biologjike. Respekti filloi të kthehej në miqësi të vërtetë. Amina filloi të punësonte gratë zonës në fermën e saj, duke krijuar një komunitet të vogël ku flitej një përzierje shqipes dhe anglishtes, dhe ku qeshura e Dardanit dhe Lules ishte kolona zanore e çdo dite. Ajo e kishte lënë pasurinë e saj në Afrikë, por kishte gjetur një thesari që nuk mund të vidhej, ndjenjën e përkatësisë. Tani, ajo nuk ishte më Amina nga Nairobi. Ajo ishte Amina e Shqipërisë, gruaja që kishte shitur botën për të shpëtuar 2 shpirtra në një rrugicë të Tiranës. 15 vite kishin kaluar që nga ai agimi lagësh korriku. Ferma e Aminës, e quajtur Kopshti i 2 botëve, ishte kthyer në një nga pikat më të njohura në periferi të Tiranës. Por nuk ishin perimet organike apo lulet egzotike ato që tërhiqnin njerëzit. Ishte energjia e asaj familjeje që sfidonte çdo ligj të gjenetikës dhe paragjykimit. Dardani dhe Lulja ishin rritur. Dardani ishte bërë një djalosh i gjatë, me sytë e shkruar dhe një buzëqeshje që i ngjante shumë asaj të Aminës, ndonse tiparet e tij ishin tipike ballkanike. Lulja, nga ana tjetër, ishte një vajzë e brisht në pamje, por me një forcë karakteri që e bënte të dallonte në shkollë. Ata flisnin një shqipe të kulluar, me atë theksin e ëmbël të zonës, por kur bisedonin me nënën e tyre, kalonin pas forcim në anglisht apo në fjalë të shkurtra sahili që Amina ua kishte mësuar si një kod sekret dashurie. Një pasdite, teksa po festonin ditëlindjen e tyre të 15 të në kopshtin e shtëpisë, Dardani u ngrit dhe mori fjalën. Para tyre ishin mbledhur fqinjet, mësuesi dhe madje edhe disa nga ato infermierët e spitalit që dikur kishin para Aminën të luftonte për jetën e tyre. Shumë njerëz na pyesin se si është të jesh shqiptar me një nën afrikane, tha ai, duke para Aminën që qëndronte e ulur, me disa rrudha të reja në ballë që tregonin historinë e sakrificës së saj. Ne u themi se ne nuk jemi fëmijë të gjakut, por fëmijë të dritës. Ky vend na braktisi në rrugë, por kjo grua na tregoi se ky vend ka edhe zemër. Ajo nuk na dha vetëm emrat tanë, ajo na dha atë dhe unë tonë. Sot, unë nuk ndjehem jetim, ndjehem djali më i pasur në botë. Amina i dëgjonte dhe ndjente se çdo qindark që kishte shitur në Nairobi, çdo natë pa gjumë në korridoret e ftohta dhe çdo fyerje që kishte gëlltitur nga njerëzit me ndjen ngushtë, ishin fshirë. Ajo kishte arritur diçka që pak kush e arrin. Kishte ndërtuar një urë mes 2 kontinenteve përmes 2 zemrave të vogla. Ajo nuk ishte më turiste. Ajo kishte marrë në shtetësinë shqiptare dhe ishte bërë një zë i fuqishëm për të drejtat e fëmijëve të braktisur në Shqipëri. Ferma e saj shërbente tani edhe si një qendër trajnimi për gratë në nevojë, duke u mësuar atyre se si të jenë të pavarura, ashtu siç ishte treguar ajo vetë. Kur dielli filloi të perëndonte pas maleve, duke ngjyrosur qiellin me nuancat e portokallisë që i kujtonin Nairobin, Amina i mori fëmijët e saj për dorë. Ata ecën drejt fundit të kopshtit, aty ku kishte mbjell një pemë ulliri dhe një pemë akacie pranë. Rënjët e tyre ishin ngërshetuar nën tokë, ashtu si jeta e tyre. Historia e gruas afrikane që erdhi për pushime dhe mbeti për të bërë mrekulli, mbetet në Tiranë si një legjendë urbane. Ajo u tregon të gjithëve se njeriu nuk i përket vendit ku lind, por vendit ku zgjedh të dojë. Dhe në atë shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, dashuria nuk kishte as ngjyrë, as kufi. Kishte vetëm emrin e një nëne që nuk u dorëzua kurrë. Amina mbylli sytë dhe thithi ajrin e mbrëmjes, duke buzëqeshur. Ajo nuk kishte humbur asgjë në Afrikë. Ajo kishte gjetur gjithçka në Shqipëri. Shpirti i saj më në fund ishte në shtëpi.